Kam në këtë komunikim të drejt për drejt, një nga njohësit më të mirë zhvillimeve politike dhe jo vetëm, me të rajonale në Shkup, Arben Ratkoceri, lidhe me të tani. Arben, përshëndes, shumë faleminderit që qëndrove në pritje tek sa ndaleshim tek disa prej zhvillimeve mes cilave dhe kjo në Shkup dje. E një shumë mirë se si funksionon politika dhe se çfarë ka ndodhur. Si e pe, brenda këtij kontekstit gjerë politik në Maqedoninë e Veriut, protestën e dytë të studentëve. Faleminderit për ftesën dhe gjithnjëherë kënaqësi të jem prezent në emisionin tuaj. Po tani, kjo ishte protesta e dytë, duhet kujtu që kishte edhe një protestë parë, si thosh, para disa muajve kur studentët paralajmëruan për problemin e tyre, pra si them provimin e fundit që duhet tipet me gjuhën maqedonase, në ndërkohë kjo protestë tani ka ndryshuar, si thuash, edhe qëllimin dhe kërkesat e studentëve shqiptar. Pra, tani është kaluar në çështjen e mbrojtjes së, si thuash, të ligjit mbi gjuhën shqipe dhe kushtetshmërisë të Maqedonisë, e cila garanton si gjuhë zyrtare gjuhën shqipe. Deri te kjo ka ardhur, meqense se duhet ju kujtojmë se aktualisht në çdo moment pritet gjykata kushtetuese ta anulon ose t'i anulon nenet kryesore të ligjit mbi përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe të miratuar në vitin 2019 dhe prandaj si duket edhe studentët për qëndrimin dhe protestën e kam pas, si thush, për ligjin në tërësi, jo në formë parciale, siç është çështja e provimit fundor, do e kisha quajtur, të jurisprudencës. Tani, pas gjithë kësaj që ndodhi dhe tentativës së studentëve, të cilët vetë kanë deklaruar se kanë dy vite që kalojnë disa nga një derë institucioni tek një tjetër, pam dje gjatë orëve të protestës, pak përpara protestës, disa minuta pas saj, deklaratat të faktorit politik, që është në fakt në bashkëqeverisje me Hristian Mickovskin, të cilët thanë se tashmë provimi do të jepet në gjuhën shqipe, edhe pse kjo është vetëm kërkesa e parë e studentëve dhe edhe pse do duhet themi që kjo problematikë ka qenë aty e shtruar në tavolinë prej kohësh. Si i pat, unë po i quaj, nuk e di si do t'i quani ju, manovrat e fundit politike nga faktori shqiptar në bashkëqeverisjen Shkup. Ndoshta do mundohem shumë shkurt që t'jem pak i qartë edhe për shikues tuaj se çka në thelb është kontesti ose problemi. Në Maqedoni shumë shkurt në vitin 2019 është miratuar një ligj special i cili në mënyrë automatike zyrtarizon gjuhën shqipe në gjitha nivelet, përveç komunikimit zyrtar dhe komandës në ushtri, si të them, pra komunikimit diplomatik. Ndërsa në gjitha nivelet tjera gjuha shqipe është e barabartë me gjuhën maqedonase. Madje ka një nen special në këtë ligj ku është paraparë që ato institucion, në fakt, ato ligje të cilat brenda një viti nuk harmonizohen me ligjin aktual për zyrtarizimin e gjuhës shqipe, në mënyrë automatike gjuha shqipe bëhet zyrtare. Pra aty përveç se në titullin e ligjit që theksohet në klapa, si thuaj, për gjuhën shqipe, flitet për komunitetin mbi 20%. Tani, këtë problematika është se qeveria aktuale edhe sot, para disa minuta dhe partia kryesore VMRO-DPMNE paralajmëroi për mundësinë e zgjedhjes së kjo çështje përmes ndërhyrjes në ligjin për jurisprudencë. Mirë po, problemi është çfarë do bëjmë me provimet tjera fundore të fakulteteve tjera që janë po ashtu në gjuhën maqedonase dhe studentët kërkojnë vetëm të respektohet ligji, pra nuk kërkojnë ndonjë ndërhyrje në ligj, pra në formë parciale, pra të shkohet në çdo ligj, si të thuash, që të ndërhyjet, përmes se ajo nuk do të arrihet kur, edhe që është e vërteta para vitit 2019 ka qenë atë formë që në çdo ligj, si thuash, ndërhyeshte për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Pra shkohej në mënyrë parciale deri në vitin 2019. Megjithatë, përtej asaj që ndodhi, nuk kanë munguar edhe akuzat e ndërsjellta, në fakt jo nga krau tjetër, kam parë që nuk ka reaguar BDI-a, po vlen ka qenë e ashpër përballë atyre që i konsideron kundërshtar politik, edhe pse të gjithë shqiptar. A mendoni se kjo protestë tregon edhe një herë se sa larg dhe sa e thellë është distanca mes faktorit politik shqiptar Maqedoninë e Veriut, që në fakt nuk është se e ndihmon përfaqësimin e shqiptarëve aty?
Po, pa diskutim, problematika kryesore nëse duam ta detektojmë se ku është e shqiptarët Maqedonisë dhe pikërisht me këtë ligj që është, si thua, shtylla e marrëveshjes torit apo edhe një nga ligjet më kryesore, është për shkak se po shfrytëzohet ndarja ekstreme e dy taboreve politike shqiptare. Pra, një tabor që është Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila është në opozit dhe realisht nuk e ka realizuar nuk e ka arrit ta realizoj pjesën dërmuese zbatimit praktik të këtij ligji që në vitin 2019 dhe pavarësia e partisë aktuale ose koalicionit aktual qeveritar, e cila duke ditë peshën e vet thuajse të parëndësishme që ka në qeverinë aktuale dhe fatkeqësisht që nuk i pyet kryeministri aktual, ka fillu që më herët ta përgatit opinionin për mundësinë e rrëzimit të këtij ligji. As nuk flitet për ngritjen, si thosh, të këtij ligji ose ligjeve tjera. Me vetë faktin që filloi të tumbetohet ka 2 vite me atë se nuk ka ligj për zyrtarizimin e gjuhës shqipe, qoftë nga studentët, qoftë edhe nga ne, opinioni u kuptua se këta veç po e përgatisin opinionin për anulimin e neneve kryesore të këtij ligji, e cila është në fazën përfundimtare të shqyrtimit në gjykatën kushtetuese, e ankimuar nga partia VMRO-DPMN. Arbend, falenderoj shumë për komentin, qëndrimin tënd në lidhje me këtë zhvillim në Maqedoninë e Veriut. Është gjithmonë kënaqësi që të kam në këtë komunikimin të drejtë për drejta. Faleminderit gjithashtu. Të përshëndes.